Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, zhvilloi një vizitë në Zallher ku u prezantuan arritjet dhe sfidat e ardhshme në sektorin e mbrojtjes. Në një fjalim me tone reflektuese, Rama vuri në dukje rrugtimin e vështirë të forcave të armatosura shqiptare, nga braktisja totale të viteve pas rënies së sistemit komunist deri në transformimin e sotëm që ai e përshkroi si një histori rikthimi dhe ringritjeje. Në 10 vite kemi 10 fishuar investimet në fushën mbrojtjes, një rritje që nuk ka ndodhur në asnjë fushë tjetër me një ritëm të tillë, por nga ana tjetër është vërtet dramatike të mendosh se kur ne morëm detyrën, forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë mbështeteshin me 28 milion euro investime. Një shifër që sot është shumë më e vogël se sa shifra që ne kemi investuar vetëm për emergjencat civile. Ai theksoi se qeveria ka 10 fishuar investimet dhe financimet për ushtrinë, duke e kthyer atë në një institucion modern dhe të motivuar. Një ndër arritjet kryesore është rritja e ndjeshme e pagave për efektivët, çka e bën sot ushtrinë shqiptare më të mirëpaguarën në rajon. Kur morëm detyrën kishim ushtrinë më të keq paguar dhe më të keq trajtuar në të gjithë rajonin tonë, se pastaj po të vazhdojmë më tutje me Europën, as nuk kemi çka krahasimi të bëjmë. Dhe praktikisht jemi sot në një pagë mesatare 1550 euro, që më lejoni t'ju garantoj nuk është stacioni ynë i fundit, por është vetëm një nga stacionet për të shkuar drejt objektivit që kemi ndarë me ju në krye të herës, edhe kemi mirëkuptuar mosbesimin tuaj total. Kur ju kam thënë që ne do të arrijmë të kemi një ushtri shqiptare të paguar në mesataren e forcave të armatosura të NATO-s. Gjithashtu Rama vlerësoi rritjen e përfaqësimit të vajzave dhe grave në forcat e armatosura, duke theksuar se numri i tyre është i dyfishuar, ndërkohë që edhe numri i studentëve të Akademisë Ushtarake është rritur 5 fish gjatë një dekade. Të armatosurat e Republikës së Shqipërisë, ndaj të cilës të rinjt dhe të rejat nuk janë më tërësisht të mbyllur, po përkundrazi, drejt së cilës kanë filluar dhe po i hedhin gjithnjë më shumë syt, dhe këtë e tregon edhe pesfishimi i rekrutimeve dhe arritja e përmbushjes së objektivit për numër rekrutësh të vendosur nga shtabi i përgjithshëm, gjë që më parë ishte e pamundur. Prezantimi në Zallher u shoqërua me një demonstrim operacionesh ushtarake ku u përfshin helikopter, qitje dhe simulime shpërthimesh me granata, duke treguar kapacitetet e shtuara operacionale të ushtrisë shqiptare. Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike, ka shprehur besimin se do të arrijë të bindë presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump që të heqë tarifën prej 10% ndaj produkteve shqiptare. Gjatë një konferencë të organizuar nga Sindikata e Pavarur, Berisha premtoi se nëse vjen në pushtet Shqipëria nuk do të ketë asnjë tarifë për mallrat amerikane dhe beson se SBA-ja do të heqë gjithashtu tarifën për Shqipërinë. Kanë vendosur një sistem tarifash sepse të gjithë kanë patur tarifa ndaj tyre. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Ta ditë ta mësoni të vërtetën. Të gjithë këta që qahen sot kanë patur tarifa. Shqipëria do ketë asnjë tarifë për mallat amerikane. Dhe jam i bindur që kjo gjë do të ndodhë edhe me qeverinë e Shteteve të Bashkuara pasi t'i heqim ne. Në aspektin ekonomik, Berisha premtoi uljen e taksave për biznesin shqiptar në 10% dhe krijimin e mundësive për rritjen e prodhimit vendas, duke mbështetur prodhimin e madrave të markës Made in Albania për të forcuar ekonominë e brendshme dhe për të rritur konkurrueshmërinë e produkteve shqiptare në tregjet ndërkombëtare. Pas gjithash për shqiptarin dinjitos, për një shqiptar që nuk numëron kafshatën, po jo vetëm kaq, jeni njerëz të prodhimit. Motoja jon është Made in Albania dhe Made in Albania rezervat më prallore i ka në nëntokën shqiptare, i ka në çdo skaj të këtij vendi. Ne do bëjmë gjithçka që shqiptarët të prodhojnë, të krijojnë mirëqenie aty ku janë. Në fjalën e tij, Berisha gjithashtu firmosi një kontratë me sindikatat duke angazhuar për realizimin e premtimeve për pensionet dhe punëtorët me një fokus të veçantë në përmirësimin e kushteve të jetesës për këto grupe. Ai ka premtuar se kontratat e firmosura do të zbatohen plotësisht brenda 100 ditëve të para të qeverisjes së Partisë Demokratike, duke nënvizuar se ky do të jetë një angazhim i fjalës së nderit për punën dhe sakrificat që kanë bërë punëtorët dhe pensionet për
Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka shprehur ambicien për të fituar 84 mandate në zgjedhjet e ardhshme me qëllim realizimin e premtimeve dhe objektivave të programit elektoral. Gjatë prezantimit të kandidatit të Partisë së Lirisë, presidenti i kësaj force politike Ilir Meta, në mesazhin dërguar nga qeveria, kërkoi votën e qytetarëve për koalicionin Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Aleanca për Shqipërinë Madhështore është vota për ndryshimin historik. Vota për Ilir Metën, deputet i qarku të Tiranës, është një votë e pastër kundër diktaturës. Liria do të triumfojë në 11 maj dhe të gjithë shqiptarët marrin frym lirisht në 12 maj sepse ky vend ka diell për të gjithë. Ish presidenti Ilir Meta ka sulmuar kryeministrin Edi Rama duke akuzuar se është i trembur dhe se po garon në një listë të mbyllur. Në maj qershor 2001 që i ktheva Tiranës parkun në rinia, a nuk isha unë si kryeministër që me vendim qeverie mora në mbrojtje teatrin kombëtar dhe zonën muzeale të Tiranës? A nuk isha unë si president i Republikës që u paraqita rreth në gjykatën kushtetuese për të parandaluar shkatrimin barbar të teatrit? Dhe a nuk ishte diktatori me atlete ai që urdhëroi në mënyrë të palishme dhe fashiste shkatrimin e teatrit me artistët brenda në mes të natës? E pra, ai është kyçur në listën e mbyllur në Tiranë se ka shumë arsye i fshihet gjykimit të hapur të Tiranës, ndërsa unë jam në listë të hapur dhe besoj se Tirana, e cila do të jetë lokomotiva e ndryshimit historik me të paktën 20 deputet për aleancën tonë, PD është vota për këtë aleancë. Ai ka shtuar se vota për këtë aleancë është një votë për ndryshimin e Shqipërisë dhe për të ndalur atë që ai e quan shkatrimin e shtetit dhe të drejtave të qytetarëve. Policia e Durrësit ka realizuar një aksion të gjerë për goditje në një rrjeti prostitucioni, ku 2 gra kineze të moshës 54 dhe 41 vjeçare janë arrestuar dhe akuzuar për prostitucion dhe shfrytëzim prostitucioni. Ato ishin vendosur në një banesë me qira në lagjen 13 të qytetit të Durrësit dhe ushtronin aktivitetin e palishëm, të cilin policia e ndaloi pas një hetimi të thedhuar 2 javor. Gjatë aksionit u arrestuan 6 persona që përfshin qytetar nga Durrësi dhe Kavaja, të cilët u kapën në momentin e ndërhyrjes në ambientet ku po zhvillohej aktiviteti kriminal. Hetimi u bazua në një informacion të siguruar nga agentët e inteligjencës, të cilët përdorën metoda proaktive për zbuluar detajet e aktivitetit palishëm. Në cilësinë e provave materiale, policia sekuestroi 2 pasaporta të grave kineze, 440 euro, disa karta banke, karta telefoni dhe aparat celular, si dhe dokumente që vërtetonin aktivitetin e palishëm të shfrytëzimit të prostitucionit. Hetimet treguan se ky rrjet ishte pjesë e një grupi kriminal të strukturuar i përbërë kryesisht nga kinezë, të cilët rekrutonin vajza nga Kina dhe i dërgonin në Shqipëri për të ushtruar prostitucion. Ata siguronin apartamente me qira për vajzat, të cilën përdorej për kryerjen e aktivitetit palishëm dhe përmes faqeve online siguronin klientët përmes reklamave. Policia në bashkëpunim me prokurorin ka nisur hetimin intensiv për të identifikuar dhe kapur organizator të këtij rrjeti dhe për të zbardhur të gjitha lidhjet e tjera që mund të kenë ndihmuar në zhvillimin e këtij aktiviteti kriminal. Hetimet janë duke vazhduar dhe policia shpreson të zgjerojë më tej informacionet për të goditur më në thellësi këtë aktivitet palishëm. Ish efektivi Reneas Altin Morina, i cili u arrestua 2 ditë më parë, mbeti në burg pasi gjykata e posaçme shkallës së parë ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg, ndërkohë që ai është akuzuar për antarësim në një grup të strukturuar kriminal. Gjatë seancave gjyqësore, Morina ka refuzuar të japë ndonjë shpjegim para gjyqtares Flojera Davilli, duke i lënë hetuesit dhe prokurorët të merren me faktet e paraqitura. Morina ishte shpadur në kërkim nga SPAK për kultivim të drogës dhe aktiviteteve të tjera të palishme që ai dyshohej të ketë zhvilluar si pjesë e një grupi kriminal. Ai u arrestua nga shërbimet e komisariatit numër 2 në Tiranë, ndërsa ndodhej së bashku me një tjetër person, të cilit ende hetuesit po e marrin në pyetje për të zbuluar dhe për të zbardhur lidhjet e mundshme me Morinën dhe grupin e strukturuar kriminal. Po ashtu, gjatë operacionit të zhvilluar u arrestua edhe shoferi i mitit që transportonte Morinën, 25 vjeçari me inicialet EH, i cili akuzohet për përkrajet e autorit të krimit. Në seancën tjetër është planifikuar për ditën e diel, e cila do të fokusohet në akuzën për armbajtje pa leje, pasi gjatë arrestimit të Morinës në posedimin e tij u gjet një armë e palishme. Hetimet për këtë rast vijojnë me intensitet e lartë, me fokus zbardhjen e plotë të aktivitetit kriminal të grupit të strukturuar dhe për identifikimin e anëtarëve të tjerë të përfshirë. Detajet rëndice janë zbuluar nga dëshmia e nënës së Mark Samson, i akuzuar për vrasjen
e 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula. Sipas mediave italiane, ekziston një armiqësi e heshtur mes nënës së autorit dhe viktimës, ndoshta e lidhur me bindje fetare apo shqetësimin se lidhja e djalit po i shpërqendronte nga studimet. Hetuesit po hetojnë nëse kjo marrëdhënie ka ndikuar në ngjarjen tragjike. Dyshohesi Ilaria si u mori jeta në mënyrë të papritur në dhomën e Markut dhe trupi i saj u hodhi një gremin pasi ishte mbështjellë me plasmas dhe futur në një valixhe, pavarësisht se prindërit deklaruan se nuk dëgjuan asnjë zhurmë. Hetuesit janë skeptik ndaj versionit të tyre dhe po shqyrtojnë mundësinë e përfshirjes së tyre në fshehjen e krimit. Ngjarja ka lënë pas një hije dyshimi dhe tragjedie mbi komunitetin Filipinas në Rom, të cilët janë të tronditur nga akti i tmerrshëm. Hetuesit po punojnë për të zbuluar të gjithë rrethanat dhe për të identifikuar kush do të mbajë përgjegjësinë për këtë vrasje të rëndë. Tensionet mes familjes së autorit dhe viktimës duket se ka qenë i thellë dhe ende nuk është e qartë nëse ky konflikt ka luajtur një rol kyç për krimin që ka ndodhur. Hetuesit po analizojnë gjithashtu çdo mundësi që lidhet me mbulimin e krimit me ndihmën që mund të ketë ofruar anëtarët të tjerë të familjes. Vajta ka një 57 vjeçar nga zona e Matit, i cili është padhur i dënuar nga QKK-ja me 2 vjet e 4 muaj burgim për veprën penale prodhim dhe shitja e narkotikëve, shkapur dhe arrestuar nga forcat e policisë pas një operacioni të suksesshëm të goduar. Ky operacion u realizua nga shërbimet e Komisariatit Policisë Mat në bashkëpunim me specialistët e sektorit për hetimin e krimit të Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër, duke përdorur informacionet e marra në rrugë operative për të lokalizuar vendodhjen e tij. Sipas burimeve të policisë, Taka ishte fshehur në fshatin Klos, ku autoritetet kanë mundur të lokalizojnë dhe të realizojnë arrestimin e tij pa ndonjë kundërpërgjigje. Sipas kapjes, Taka është dërguar në komisariat dhe materialet proceduriale ju referuan menjëherë Spakut për veprimet mëtejshme. Ky arrestim vjen pas një periudhe të gjatë kërkimi ku autoritetet ishin angazhuar për kapjen e të dyshuarit, i cili përbënte një kërcënim për sigurinë dhe rendin publik. Dogana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka nisur zbatimin e tarifës doganore prej 10% për importet që vijnë nga njësër vendesh të botës, përfshirë edhe Kosovën. Ky vendim është pjesë e një pakete masash të ndërmarra nga presidenti amerikan Donald Trump që synojnë mbrojtjen e prodhuesve vendas dhe uljen e deficitit tregtar. Zbatimi i tarifës ka nisur zyrtarisht më 2 prill, që nga ora 12:01 pas mesnate, në të gjitha portet detare, aeroportet dhe magazinat doganore në territorin amerikan. Kosova është një nga vendet që ndikohet drejt për drejt nga kjo mas, pasi një pjesë e konsiderueshme e eksportit të saj destinohet drejt tregut amerikan. Përfaqësues të odave ekonomike në Kosovë kanë ngritur shqetësimin se vendosja e kësaj tarife do të krijojë vështirësi për shumë kompani eksportuese, të cilat tashmë përballen me kosto të larta prodhimi dhe konkurrencë ndërkombëtare. Ata i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të marrë masa urgjente, përfshirë heqjen e tarifës 10% për mallat amerikane në shenjë reciprociteti dhe krijimin e një pakete mbështetëse për bizneset që preken nga ky vendim. Nga ana tjetër, administrata amerikane ka publikuar një listë me mbi 1000 produkte që janë përjashtuar nga tarifa e re, përfshirë naftën e papërpunuar, disa produkte të energjisë, medikamente të caktuara dhe produkte kritike për infrastrukturën. Megjithatë, shumica e produkteve industriale dhe bujqësore mbeten të përfshira në këtë tarif, çka ka sjellë shqetësim në tregjet globale të aksioneve dhe rritje të pasigurisë në raportet tregtare ndërkombëtare. Në këtë situatë të re ekonomike, mbetet për tu parë nëse do të ketë reagime të mëtejshme nga shtetet e prekura, përfshirë Kosovën, si dhe ndikimi afatgjat që këto masa do të kenë në marrëdhënie tregtare me SBA-n. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara përfunduan javën më të rëndë që nga viti 2020, ndërsa shqetësimet rreth tarifave të reja tregtare të vendosura nga presidenti Donald Trump kanë shkaktuar tronditje në ekonominë globale. Trump ka theksuar se tarifat mbi importet do të forcojnë industrinë amerikane dhe do të mbrojnë vendet e punës, por efektet në tregjet ndërkombëtare kanë qenë të menjëhershme. Tarifa prej 10% ka hyrë në fuqi për mallrat nga Britania e Madhe dhe një numër shtetesh të tjera, ndërsa Kina ka reaguar duke vendosur tarifa hakmarrëse deri në 34% mbi mallrat amerikane, duke përshkallëzuar më tej luftën tregtare. Në të njëjtën kohë, Pekini ka vendosur të kufizojë eksportet e mineraleve të rralla, që janë thelbësore për industrinë teknologjike botërore. Kryeministri britanik Keir Starmer pritet të zhvillojë bisedime intensive gjatë fundjavës me lider të tjerë ndërkombëtar për të trajtuar pasojat e kësaj krize tregtare.
Kjo përplasje tarifore pritet të ndikojë direkt në zinxhirët global të furnizimit, duke rritur kostot për konsumatorët dhe bizneset në mbar botën. Ekspertët paralajmërojnë se një luftë tregtare e zgjatur mund të ulë ritmin e rritjes ekonomike globale. Shumë kompani teknologjike amerikane, të varura nga lëndët e para që importohen nga Kina, kanë shprehur shqetësimin për kufizimin e mineraleve të rralla. Gjithashtu, sektori i prodhimit dhe ai bujqësor në SBA janë ndër më të prekurit nga tarifat hakmarrëse kineze. Organizatat ekonomike ndërkombëtare kanë bërë thirrje për dialog dhe zgjidhje diplomatike për të shmangur një krizë të thellë ekonomike. Të paktën 14 persona kanë humbur jetën, përfshirë 6 fëmijë, si pasojë e një sulmi raketor rus në qytetin ukrainas Kryvyi, në qendër të vendit. Ky sulm, që është cilësuar si një nga më vdekjeprurësit për vitin 2025, ka tronditur thellë opinionin publik, sidomos për shkak se ndodhi në qytetin e lindjes së presidentit Volodymyr Zelensky. Goditja shkaktoi dëme të mëdha materiale në ndërtesat e banimit dhe ndezi disa shpërthime zjarri, sipas guvernatorit rajonal Serhii Lysak. Mbi 50 persona u plagosën, përfshirë një foshnjë 3 muajshe, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit po vijojnë. Presidenti Zelensky ka kërkuar rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Rusisë, ndërkohë që ministri i jashtëm i Ukrainës, Andriy Sybiha, theksoi se ky terror duhet ndalur dhe Rusia duhet detyruar të negociojë për paqen. Autoritetet ukrainase besojnë se raketa ishte e tipit balistik dhe shumë e vështirë për të rrëzuar pa një sistem të avancuar mbrojtës. Ndërkohë, Moska vijon të mohojë se qëllon qëllimisht civilët, ndonse të dhënat tregojnë se mijëra ukrainas të pafajshëm kanë humbur jetën që prej fillimit të pushtimit në vitin 2022. Një video e publikuar nga New York Times ka sjellë një dëshmi të qartë për momentin e vrasjes së 15 punojësve të ndihmës së parë në Gaza, një incident që ka ngjallur shumë reagime dhe akuza për krime lufte. Pamjet filmike tregojnë qartë se autoambulancat dhe makina zjarrfikse ishin të dukshme, ndërkohë që trupat izraelite hapën zjarr në drejtim të tyre, një akt që ka çuar në vdekjen e 8 mjekëve të gjysmëhënës së kuqe palestineze, 6 anëtar të mbrojtjes civile dhe një punonjës të Kombeve të Bashkuara. Kjo ngjarje tragjike ka nxjerrë në pak kundërshtimin ndaj deklaratave të ushtrisë izraelite, e cila kishte insistuar se forcat e saj kishin hapur zjarr ndaj automjeteve që nuk ishin ndezur dritat e emergjencës dhe nuk ishin të dukshme. Megjithatë, videoja e publikuar tregon se automjetet e ndihmës po lëviznin me drita të kuqe të ndezura duke hedhur poshtë pretendimet izraelite dhe duke sugjeruar se mund të ketë pasur një qëllim të drejtë për t'i sulmuar punojësit e shëndetësisë, të cilët janë të mbrojtur nga të drejtat ndërkombëtare. Trupat e 15 viktimave u gjetën mbi një javë pas incidentit, të mbuluara me rërë dhe të varrosura një varr masiv. Ky episod është përshkruar si një krim lufte, duke u bërë një shembull tjetër i përdorimit të forcës ndaj civilëve dhe punojësve të ndihmës humanitare në Gaza, që ka patur një ndikim shkatërrues për misionet e shëndetësisë dhe mbrojtjes civile në rajon. Ky incident ndodhi në kuadër të përshkallëzimit të luftës mes Izraelit dhe Hamasit që filloi me 7 tetor 2023 dhe ka shkaktuar një numër të madh viktimash, përfshirë më shumë se 1000 punonjës shëndetësor, sipas OKB-s. Situata humanitare në Gaza përkeqësuar ndjeshëm, duke sjellë akuza ndërkombëtare dhe kërkesa për një hetim të pavarur dhe të theduar mbi këtë ngjarje. Presidenti Donald Trump publikoi një video në platformën Truth Social, e cila tregon pamje nga një sulm ajror të kryer nga SBA në Yemen, ku 10 luftëtar të lëvizjes Houthi u vran. Imazhet të kapura nga një dron ushtarak tregojnë një shpërthim të fuqishëm që shkatëron plotësisht një zonë dhe lëpas një peizazh të shkatëruar, me vetëm disa automjete të dukshme. Trump e shoqëroi videon me një thirrje sarkastike, "Ops", duke sugjeruar se kjo ishte një pasojë e paevitueshme. Këtë javë, sulmet ajrore amerikane kanë shkaktuar reagime të forta, me mediat pro-Houthi që raportojnë se janë vrarë 67 persona që nga 15 marsi. Houthit kanë nisur një seri sulmesh ndaj anijeve tregtare në detin e Kuq, duke bllokuar një nga rrugët më të rëndësishme të tregtisë detare botërore. Trump ka kërcënuar se do të vazhdojë goditjen ndaj grupit Houthi, i cili është akuzuar për sulme ndaj anijeve tregtare, duke pretenduar se po mbështet palestinezët dhe kundërshton Izraelin. Kjo situatë ka rritur tensionet në regjion, duke ndikuar negativisht në stabilitetin e tregtisë globale dhe sigurinë e anijeve ndërkombëtare.
SBA po vazhdon të ndërmarrë masa të forta për të goditur Houthit, duke theksuar se do të përdor çdo mjet për të mbrojtur interesat e saj dhe sigurinë e transportit në këtë rajon të rëndësishëm. Territori shqiptar për datën 6 prill 2025 do të karakterizohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike, me kthjellime dhe vranësira të herpashershme, rreshje të lehta vetëm në zonat e izoluara. Moti do të jetë kryesisht me kthjellime në mëngjes dhe orët e para të ditës, ndërsa gjatë pasdites pritet shtimi i vranësirave në zonat veriore dhe verilindore, të cilat mund të shoqërohen me rreshje të lehta lokale shiu. Pjesa tjetër e vendit do të mbetet në ndikimin e motit të thatë dhe me diell të pjeshëm. Temperatura minimale do të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryjë me drejtim kryesisht veriperëndimor, me shpejtësi mesatare prej 6 deri në 9 metra për sekond. Në zonat bregdetare dhe lugina, era her pas here arrin deri në 12 metra për sekond, duke sjellë një valëzim të lehtë në det me forcë 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jetë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 20 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 15 gradë. Tiranë, 10 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 23 gradë. Kavaj, 10 deri në 22 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 21 gradë. Berat, 8 deri në 22 gradë Celsius. Korç, 5 deri në 16 gradë. Vlorë, 11 deri në 23 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 21 gradë. Sarand, 11 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 6 prill 2025 do të përshkohet nga një mot pjesërisht i vranët, me intervale dielli me rreshje të lehta në veri dhe verilindje. Rreshje të lehta shiu do të jenë të pranishme në veri dhe verilindje, ndërsa temperaturat priten të jenë në rritje, kryesisht në pjesën qendrore dhe jugore të vendit. Në zonat veriore dhe verilindore, vranësirat do të jenë më të theksuara dhe do të sjellin rreshje të lehta shiu gjatë orëve të pasdites. Moti do të vijojë i qëndrueshëm dhe i përshtatshëm për aktivitetet e jashtme në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale do të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 18 gradë Celsius. Era do të fryjë e lehtë me drejtim juglindje verilindje, me shpejtësi mesatare 6 deri në 8 metra për sekond. Her pas here në rafshnalta mund të arrijë deri në 11 metra për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jetë si më poshtë. Mitrovica, 3 deri në 16 gradë Celsius. Podujev, 4 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj, 3 deri në 14 gradë Celsius. Pej, 4 deri në 17 gradë Celsius. Prishtinë, 4 deri në 18 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 17 gradë Celsius. Malishev, 4 deri në 16 gradë Celsius. Gjilan, 4 deri në 17 gradë Celsius. Ferizaj, 4 deri në 17 gradë Celsius. Kaçanik, 5 deri në 16 gradë Celsius. Suharek, 5 deri në 16 gradë Celsius. Prizren, 5 deri në 17 gradë Celsius.